që rrjedhimisht në kupton që edhe për në qeveri. Dhe kjo definitivisht do në thotë që edhe pala tjetër nuk e ka vullnetin politik për të kaluar vetë-vetën funksion të formimit institucioneve, të kryerjes së detyrës dhe përgjegjësisë së deputetit që implikohet dhe imponohet me dispozitat e kushtetutës, ku thuhet edhe në aktgjykim si pjesë e veçantë për secilin edhe deklaratën e fundit të Mimoza Kusarit, që duhet i drejtohen gjykatës kushtetuese dhe për mosvotim të deputetëve. Profesor, po du më nojtë prej pikës parë. Pika e parë gjykata kushtetuese thotë, konstaton se seanca konstitutive ku vendit e nisur me 15 prill të 2025 nuk ka përfunduar. A nënkupton kjo, profesor, si çdo vendim i marr pas kësaj për te procedurës të asaj ditë është antikushtetues? Vendim a mendim? Vendim. Për çfarë mendime? Vendimin për çështjen edhe të votimit të fshehtë. Se gjykata kushtetuese po thotë, gjykata kushtetuese konstaton se seanca e kuvendit e nisur me 15 prill 2025 nuk ka përfunduar. E andaj përshtroj pyetjen, a nënkupton se çdo vendim i marr pas kësaj është i pavlefshëm edhe antikushtetues? Jo, kjo mund të lidhet edhe duhet shpjeguar më ndryshe. Përkundër faktit të logjikës pyetjes suaj, një marrëveshje që është bën, një takim që është bën frymën e rregullore së punës së kuvendit dhe vetë kushtetutës me strukturën e mëparme të legjislaturës 8 të kuvendit, ish kryetari, ish nënkryetarët, e që parashihet me rregullore që të bëjnë përgatitjen pas caktimit të datës së mbajtjes së seancës konstitutive nga presidenti i vendit, është dashur përcaktohet të merren vesh palët për formën e votimit. Po, këta janë marrë vesh? Jo, nuk janë marrë vesh ata, nuk e kanë përcaktuar dhe kanë mbetur e hapur. Është filluar në mënyrë të hapur dhe është ndryshuar në mes... Profesor, deklaratat e kretë përfasuesve, këtu si kanë qenë, rreshtove të vendosjen, thonë që jemi marrë vesh në fillim me zotin Konjulca, ish kryetar i kuvendit, kur i mbartë aty është zgjedh forma e votimit, nëse janë marrë vesh deklaratat. Andaj këta kundërshtojnë pikërisht të ndryshimi i rregullores. Po edhe duhet kundërshtuar, sepse aty që ndron nyja, se ka po s'ka veprim në kundërshtim me rregullorën dhe dispozitat e saj, apo jo. Pra, nëse janë marrë vesh për votim të hapur, e në ndërkohë në gjysmë rrugë të seancave, të epizodeve të seancave të seancës konstitutive, është ndryshuar një qëndrim nga partia fituese për shkak të vështirësive që ka pasur dhe pas sigurisë dhe do të thosha unë edhe paqartësisë në proces, atëherë gjithsesi kjo është shkelje për arsye se vetë fakti i ndrimit të mënyrës së votimit pa pëlqimin, fundit edhe vetë mos votimi i partive ish opozitare nënkupton që thjesht nuk ka vullnet. Profesor, për me tërsu dhe presetuarin, pyetja është, nëse gjykata vendimi konsideron që seanca e nisur me 15 prill nuk ka përfunduar, që vetë fakti nuk e ka kryer misionin e saj. Po, është e qartë. A mund të ndryshohet rregulloria e dakordimit që është dakordum? Mundet kuvendi ka mundësi që ta ndryshojë edhe formën e votimit, edhe rregulloren, madje edhe ligjet, madje edhe kushtetutën. Por, duhet ketë vullnet, nuk ka vullnet. Tani, nuk ka vullnet nga partitë opozitare, të gjitha me radhë, që të ndrohet forma e dakorduar, siç po del nga ajo që ju kanë thënë këtu ata, nuk e kemi pas, sigurisht është e shkruar, se duhet jetë e shkruar nëse është e shkruar në rregull, e marrëveshjes për votim të hapur. Dhe derisa nuk ka, se edhe po mos ishin marrë vesh ata, nëse paraqitet siç është paraqit kërkesa për votim të fshehtë nga një subjekt politik, këtë rast partia fituese, dhe do të pajtoheshin këta që të formohet komisioni dhe të vazhdohet me votim të fshehtë, do të ishte krejt në rregull. Mirë, por nuk ka pëlqim, derisa nuk ka pëlqim, nuk ka pajtim të shumicës, atëherë definitivisht ajo është e papranueshme dhe pa zbatueshme. Profesor, gjykata ka thonë, akt vendimi thotë, në akt gjykim, thekson se seanca konstitutive është një akt kushtetues. Nëse është një akt kushtetues. Është pikpyetja, është akt kushtetues apo është veprim? Po, unë pi referona gjithherë akt gjykimit të kushtetues. Po, dakor, duhet respektuar. Pyetja legjitime është kjo, profesor. Atëherë nëse është një akt kushtetues, sa rënd është shkel kushtetuta? Prej pa dallim, profesor. Sa? Sa rënd është shkel kushtetuta? Sa shkelje e rënd nëse akt gjykimi i gjykatës kushtetuese konsideron një vendim të tillë si kushtetues, seancë konstitutive, shtrohet pyetja sa rënd është shkel kushtetuta, apo flasim për krizë tashmë kushtetuta në aspektin e veprimit të ndrimit të formës së votimit, po është shkelur dhe rregulloria, dhe e tham këtë.
Por kushtetuta tani do të shkilet në qoftë se gjatë këtij 30 ditëshi, ky është problemi kryesor dhe kjo brenga duhet jetë e çdo deputeti, çdo partije, veçanërisht partisë fituese, se çka do të trajtohen dhe si do të trajtohen. Pra, pas 30 ditësh, në qoftë se vazhdojnë me këtë formë të scenarios tragjikomike, të një teatri absurd që po ndodh atje, përkundër vendimit të gjykatës, që është i domosdoshëm obligativ për të realizuar, atëherë unë mendoj që të gjitha subjektet politike, një nga një dhe të gjitha bashk, dhe çdo deputet bën shkelje të kushtetutës. Dhe du ta ketë parasysh sepse deputeti dhe shkelja kushtetutës, përfaqësuesi i pushtetit, qoftë edhe në detyrë, dhe i subjekte politike që po ashtu janë institucione dhe shkelja kushtetutës, nuk ka akt më të edhe një komisionist, profesor, nëse për 30 ditë nuk zgjedhet, nuk dalim për kësaj krize, për kësaj shkelje kushtetuese, ç'po thotë akt gjykimi, po thoni se cili deputet është përgjegjës për shkeljen kushtetutës. Po pra, kjo është çështja për cilën duhet menduar këta të gjithë që ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese brenda 30 ditësh. Po mundësisht edhe vendimi i gjykatës thotë sa më parë mas largu 30 ditë. Për ndryshe, të gjithë bijmë në gjendje të një shkelje të kushtetutës dhe çka pastaj me reputacionin e këtij vendi dhe të këtyre institucione dhe këtyre deputetëve që ne kemi propozuar dhe votuar. 30 ditë, profesor, a është do të referuese si e keni po në akt gjykim, apo është vendim i prerë? Se këtu, nëse i shohim interpretimet edhe pozicionet dhe spektrit politik, po aludohet sikur është do të referuese, se nëse është vendim, atëherë flasim për to që po thoni ju shkelje kushtetuese. E keni po, apo është vendim 30 ditësh, apo do të referuese? Jo, akti i afatizimit nuk është vendim, por është një element i vendimit që përcakton ashtu siç kushtetuta neni 95 parashef afatet kushtetuese për formimin e qeverisë. 15 ditë i pari dhe 10 ditë tjetri nëse jo shkohet në zgjedhje brenda 40 ditësh. Pra, është afat i caktuar i cili duhet zbatuar dhe në një mënyrë anë tjetër mund të konsiderohet që ka